Si libra që jam, në shenjën e horoskopit, jam një vajzë që do shumë kohë që të marrë një vendim. Do me thënë, do analizoj gjithë pro e në kontro që të vendos cila është më e mira. Kështu që gjithmonë dua që ta kem një derë të hapur. Edhe thash, okay, unë do shkëputem, do shoh një herë si që është Anglia, pavarësisht fjalët të mamit që gjithsesi do ta ndash mendjen. Okej, andej, nuk ka rrugëthimi më. Edhe mbaj mend mora menaxherin në telefon, se ai priste që, okay, do kthehem. Kur do kthehem, çfarë mendimi do marr? Po. Edhe i thash, dëgjoj, thash, unë do t'jap letrën do ta firmos letrën, i thash, për dorëheqje nga puna. Jo, më tha mua. Ti, më tha, unë këtë bisedë, zëre se ne nuk e kemi bërë, tha, të lutem merr edhe një javë kohë edhe mendoj. O, të lutem, i thash, mos ma bëj edhe më të vështirë se sa që kam. Edhe të them të drejtën, kjo është një diçka shumë e veçantë që nuk e din asnjëri. Vendimi ishte që të ikja nga Anglia. Mos të qëndroja. E kisha marrë vendimin, mami më tha, nuk mundem, nuk di çfarë të të bëjnë. Nëse ty ky vend nuk të pëlqen, unë nuk mundem që ty të mbaj këtu. Pavarësisht dëshirës besoje nga ana saj Absolute, sepse ishin shumë të lidhura bashkë. Por çfarë ndodhi? E kishin vuajtur shumë atë largimin njëra me tjetrën. Edhe një ditë para se unë të nisesha, isha me vllajin, edhe më thot mua, të lutem mos më lër.